Hey! Mirë se vini në Pushime on Top. Këtë javë Pushime on Top është në Green Coast, sepse s'ka si vera në Green Coast. Dhe ka një shifër që të bën të kuptosh menjëherë se për çfarë vendi po flasim. Me mbi 600.000 vizitorë çdo vit, i japim statusin Green Coastit si vendi më in të verës shqiptare. Këtu secili gjen dimensionin e tij. Dikush relaksin në M Gallery Hotel, dikush sportet nga pedali tek hedhjet me parashut. Nga ky destinacion mund të vizitosh deri në 15 gjire deri në fund Karaburunit apo edhe 30 shpella të ndryshme, secili për aventurën që dëshiron. Unë këtu eni u zgjedh ushqimin dhe Aperol Spritzin. I ke rënë Koklej, këtë sezon Hotel M Gallery sjell një eksperiencë të re kulinare me shije të rafinuara dhe me një tjetër standard të kulinarisë. Prandaj edhe çdo eksperiencë këtu në Green Coast nis me një Aperol Spritz, sikurse edhe çdo pasdite jona që zbukuron perëndimet dhe çdo foto tjetër me ngjyrën portokalli. Tani kemi edhe Flying Tiger, si çfarë ka brenda do ta zbulojmë deri në fund, po jam shumë kurioze. Sepse tani do të zbulojmë një tjetër anë të Green Coast, sot nuk rrim në shezllon, lej. Sot hidhemi në ujë. Green Coast është një destinacion ideal për ata që duan të jetojnë verën me sportit, adrenalinës dhe aventurës. Në La Vista për shembull ke pushtet e basketbollit, të padelit, nga hedhjet me parashut, dëzhytjet e ujore, tek shëtitit me skap drejt 15 gjirave dhe 30 shpellave natyrore. Çdo ditë ka një aventurë këtu në Green Coast. Nuk është thjesht për të shijuar, por edhe për të eksploruar. Dhe ja ku jemi këtu pranë detit me Artionin, si përmarrësi i Sky Sports që sjell pafund adrenalin këtu në Green Coast. Përshëndetje. Përshëndetje, Rej. Hajde me tak. Dëgjoj, tani Green Coast nuk është thjesht një destinacion që lidhet me detin, me festat, por edhe me aventurën dhe adrenalinën, ë? Patjetër, është pa diskutueshme, tashmë ka marrë, janë bashkangjitur, janë unifikuar. Sky Sports është pjesë e Green Coast e pandashme. Sepse vërtet kemi marrë përsipër që të jemi të pranishëm me sportet e aventurës ato që kemi bërë gjithë jetën, por i kemi shtuar shumë në këto vite që ne jemi atashuar pranë Green Coast. Dhe realisht me suportin që kemi pasur dhe me ritmet që është zhvilluar Green Coasti, edhe ne kemi ecur me ritme shumë shpejta, qoftë edhe në investime, qoftë edhe në risitë që kemi sjell. Çfarë ofron Sky Sporti për vizitorët? Atëherë të gjithë që na njohin në fillim, na dinë që ne jemi elita e paragliding. E dinë se atashuar në Federatën Shqiptare të Aeronautikës prej vitesh bëjmë fluturimet dhe kemi patjetër nga Vlora jemi zhvendosur dhe erdhëm në Green Coast. Dhe pikërisht në Green Coast ne vazhdojmë bëjmë prej 8 vjetësh fluturimet e lira nga llogaraja. Dhe në këtë mënyrë vazhdojmë të sjellim njerëzit edhe nga llogaraja apo nga vendet e tjera të sjellim prapë në plazhin e Green Coastit. Po përveç kësaj, nëse zbret në plazh e mbarove fluturimin do të diçka më shumë. Dhe patjetër që kemi futur edhe shumë elemente të tjerë siç janë aktivitetet ujore. Aktivitetet ujore hyn që tek motorat e ujit, të cilët janë në masat më të rrepta të sigurisë, sepse janë të gjithë të certifikuar dhe të kolauduar, por edhe me hartë të programuar, për mënyrën se si ecim, ku lundrojnë, që mos ketë asnjë lloj shqetësimi apo asnjë lloj rreziku për gjithë pushuesit e vijës bregdetare të Green Coastit. Kemi patjetër të gjithë këto lojrat e ujit që janë të fryera që të riqen me ringot, me bananet. Sa qef ata, aty jam unë. Edhe ti ke provuar dhe më herët, dhe ato janë vërtet një kënaqësi shumë e madhe sepse dhe janë për moshat më të vogla që janë nën 16 vjeç që nuk mund përdorin këto mjete motorike. Dhe këto përdoren me kapiten. Kemi bujta turistike, një Karaburun të mrekullueshëm që është vendi më i përshtatshëm dhe më i bukur për të arritur nga Green Coast, sepse jemi shumë afër. Pse është kjo zonë kaq e veçantë? Ju bëni xhiro me skaf, eksploroni xhiret, shpellat. Pse është kaq e veçantë eksperiencë? Se ti po të shkosh më tej në Trimadhes, Dërmi, kudo që të shkosh në jug, ti mund shkosh me makinë. Po. Shkon me makinë, dalon makinën dhe e sheh. Merr dhe një stand-up dhe e sheh. Ndërsa Karaburunin o deri në 7 orë në këmbë, ose do shkosh me mjetet e detit, pra anijet apo varkat që ne përdorim. Dhe sigurisht me kujta specializuara ti merr vesh një histori të një shpelle, merr vesh histori të një xhiri, sheh historinë e Gramës dhe ndërkohë bëhet një gujtë turistike edhe për shqiptarët dhe për të huajt, për turistët, në përgjithësi një gujtë shumë e kompletuar dhe koha e lundrimit nuk është shumë e gjatë nga Green Coasti. Po ti jesh më tej, më në jug, do më shumë kohë që të vish. Unë dëgjova për Green Coastin që ka
15 gjire dhe 30 shpella afër destinacionet. Është e vërtet kjo? Po, patjetër, po janë edhe rreth 15 shpella nën ujë, që nuk i Ashtu, janë nën ujë, që ato bëhen në ekipin e zhytjes dhe me Federatën e Zhytjes me Iglin, kur bëhen ekipe profesionale që zhyten nën shpella, me profesionistë ne ofrojmë edhe këto guidat nën ujë, pra zhytjet që janë zhytjet sportive. Çfarë aktivitetesh preferojnë zakonisht vizitorët kur vinë? Vizitorët janë me target të ndryshëm, patjetër që më kryesorët janë ato guida turistike, sepse janë më safety, në dukje, në sy, por edhe motorat e ujit janë një risi që vazhdojnë i përdorin, duke qenë të komanduar, janë shumë safe dhe ato dhe në këtë mënyrë krijon një lloj pavarësie edhe njerëzit. Por edhe për turistët kjo është një afrim edhe ndaj detit. Një afrim ndaj mjeteve të detit, një uri me to, sepse ne normalisht edhe për ata të cilët parkojnë apo ankorojnë në Green Coast, bëhemi dhe një si lloj shkolle. Pra i trajnojmë edhe njerëz ata që kanë mjetet e tyre. Por edhe ata që i përdorin kalojnë edhe në një formë trajnimi. Nëse këto mjete përdoren mbi 16 vjeç, këto sportet ujore të tjera me të rreqen në këto përdoren nën 16 vjeç, pra për fëmijët. Por me paragliding kemi që 7 vjeç. Do thotë që target grupi është shumë i gjerë. Pra fillon nga 7 vjeç dhe në kusur. Sidoqoftë, po përgatitet edhe këndi i lojrave që besoj vitin tjetër do të jetë edhe për target grupin nga 1 deri në 7, që do të ketë risi dhe atje te këndi i lojrave në Green Coast, atje pikërisht do të ketë animatorë, do të ketë lojra, do të ketë piktura, do të ketë çdo gjë që edhe prindrit kur vinë me fëmijët e tyre të jenë më të qetë dhe fëmijët rrinë me njëri tjetrin, prindrit me njëri tjetrin. Në këtë mënyrë ka një adrenalin edhe për fëmijët apo një kohë më të bukur të kaluar. Për shumë vizitor, këto eksperiencë mund të jenë edhe për herë të parë. Na fal pak për sigurimin, për safety-n, çfarë duhet di një person para se të bëj paragliding ose këto zhytjet në New York? Këtu mua më shajnë të gjithë. Dhe sidomos stafi që unë punoj, sepse e tejkaloj kërkesën e llogarisë për anën e sigurisë. Këto të gjithë janë sporte që duan protokolle. Të gjithë sportet, që nga paragliding, që tek mjetet dektare, që tek përdorimi i mjeteve ujore, nën ujore, të gjitha janë mjetet më të sigurta në botë nëse ti përdor protokollet dhe respekton protokollet. Pra, nëse ti je në masat më të rrepta të sigurisë, atëherë këto kthehen në një sport shumë të thjeshtë, është si një tavolinë ping-pongu. Ti mund të jesh në ujë 40 metra, por nëse ke përdorur elemente sigurisë që të duhen dhe i ke respektuar ato, siguria është 100% maksimale. Në paragliding është e padiskutueshme, ne normalisht pilotët profesionistë që kemi janë pilotët më të mirë shqiptar, por edhe nga bota, të gjithë janë me mbi 10-15 vjet eksperiencë në këtë fushë, janë pilot profesionistë, edhe ata janë të gjithë brenda masave të sigurisë maksimale. Janë të gjitha parashutat janë të certifikuara CE, të gjitha me standardet edhe më shumë se shkërkon Europa. Dhe realisht që t'jemi sinqert, duhet ta them në gojën plot që në të gjitha aktivitetet që ushtrohen në Green Coast, masat e sigurisë janë më shumë se 150%. Jemi shumë të kujdesshëm pikërisht për të ruajtur elementet e sigurisë. Dhe njerëzit duhet vinë dhe vetëm të dëgjojnë. Nëse dëgjojnë çka ne i përcjellim atyre dhe çfarë ne i themi duhet të bëjnë, gjithçka është e sigurt. Për ata që kërkojnë pushime më klasike, pse do të provojnë një eksperiencë më sportive? Çdo kush kërkon diçka më shumë, qoftë edhe një memory. Sepse nuk do ngelet memory çfarë hëngra, çfarë piva dhe sa shumë fjeta në shezon. Do ngelet memory, një video, një foto e bukur, një adrenalinë e përjetuar, një ritëm i lartë dhe ajo pastaj adrenalinë ti bën pushimet edhe më të bukura dhe më të paharrueshme. Këtë kemi bërë, unë e kam bërë vetë kudo që kam shkuar, vazhdojnë edhe ata që vinë këtu e bëjnë. Pikërisht sepse i duhet kjo memorie për pushimet e tyre. Kam dëgjuar kur e provon një herë Sky Sports nuk largohesh më. Me thënë drejtën kemi krijuar një ambient që është krijuar nisur nga sportet nisi dhe një ambient që të jetë sa familjar, sa i rehatshëm, sa komod, duke qëndruar prapë tek kuadrin e sportivitetit. Qoftë edhe shërbimi, qoftë edhe servia gjë janë brenda kuadrit sportivitetit. Vim plazh, jemi në plazh. Hajde shojmë plazhin, ti marrim më të mirat që ka plazhi. Dhe Green Coast i ka të gjitha të mirat në plazh. Dhe është deti më i bukur në botë pa diskutim. Vida
Green Coast është destinacioni ku vera përjetohet me ritëm, energji, emocione. Me mbi 600.000 vizitorë që vinë çdo vit, Green Coast konfirmon statusin e tij si destinacioni më i të verës shqiptare. Tu festat zgjasin gjatë gjithë ditës deri në orë të parë të mëngjesit. Të gjithë flasin për fundjavët e Green Coast, por ata që i përjetojnë dinë që nuk ka si vera në Green Coast. Out of your head.